kur është nënshkru privatizimi Kecit. Kush janë eksponentët edhe kush ka qenë kryesori në, do me thonë, drejtusi. Po, që është në dalje atje. Do me thonë, drejtusi komitetit. Do me thonë, aty në fotografi kemi qenë, në fakt, 5 ministra kanë qenë pjesë e komitetit, prej neve ka pas, do me thonë, unë prej një 20-25 takimeve, një 10, kom qenë pjesën tjetër me Zavencin, do me thonë, cila është shef, ku është shefja këto? A diko? Kjo është dita kur nënshkru, kur ka protestu vetëvendosja jashtë, kur nënshkru privatizimi. Kryesus i komisionit ka qenë zotri Besim Beqaj. Bashkë kemi qenë në rast, kur është ngrit për çështjen e hidrocentraleve. Po jo, më lejo veç një detaj, është shumë interesant për opinionin publik. Edhe kjo kërkon analizë të veçantë. Kur nena kanë lajmëru, do më thonë kjo është viti 2013, nëse zgaboj maji. Aty është edhe kryetari aktuali i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Hamza, ministri Raqish... Së njëta akta akuza me ju? Jo, tash vetëm zotri Hamza ka qenë i largun prej akta akuzës që është ngrit në prill të vitit 2020. Une nuk asnjonim prej në ato se si është ngrit akta akuza ka qenë për përfshirje 4 hidrocentraleve që kanë qenë pjesë e distribucionit, ata kanë thonë së është dasht mu përfshi, prokuroria, edhe i ka bo do farë logarit veta, e krejt që krejt kanë dalë, do me thonë të paqëndrushme, që janë hudhë poshtë, por një gjë shumë interesant. 5 vjetë kanë vazhdu hetimet, deri në prill të vitit 2020. Po në ndërkohën kom qenë deputete në kuvend, edhe mbajnë mend, zotri Hamza ka qenë ministër i financave në qeverisjen PAN, kur kryeministër ishte Ramush Haradinaj. Edhe mrapa në bufet të kuvendit, kur kom dalë marrë një kafe, po më pyet, a je e informume për çështjen e hetime, apo e din që po i bojnë? Unë thëmë po, me naivitetin tim se këto takimet, e komunikimet, e vendimet kanë qenë gjitha kolegiale. Do me thonë, në kolegium. Përveç kësaj, ne kemi pas USAID-in, KFV-n, bankën botërore, që e kanë përcjell çdo hap të procesit të privatizimit, vlerësimit të aseteve e kështu me radhë. Edhe mbajnë mend zotri Hamza atër më tha, bjeri mbas, se unë i kom bo halakam këtune të mive, zgudzojnë me bo diqka, për veti. Edhe a din që është përfundon akta akuza? Akta akuza përfundon pa zotri Hamzen. Edhe navigimi që është në akta akuz, është navigimi cili i merë datat kur kjo ka lëviz, ka shku guvernator, kur ka dal prej qeveris, ku ka mbet një pjesë, ku e ka zavencu Fadil Ismaili, atëherë atë botë se kemi qenë në AKR bashkë, edhe ajo, as ato se kanë ngarku, as këto, do më tonë, s'ka pas përgjithsi Ministri Financave, ndërsa ana tjerë të kemi pas përgjithsin, ana kemi qenë të gjithë të barabartë. Përja ashtë zotri Beqen që ka qenë Ministri i Ekonomisë dhe ka qenë kryesues i Komisionit Privatizimit. Nuk po du me e aludu që ka bo ndonjoni keq në qëtë rast specifik për që ka ngrit akta akuza, po du me të regu që ka qenë e kontrolume politikisht. Që për një njeri të Partisë Demokratike, që nuk ka ndasht me përfshi, se na tjerë të ishim krejt material shpenzus për Partinë Demokratike, për arsye se akta akuza është ngrit në prill të vitit 2020, midis pandemisë. Një javë para se mi skadua fati hetimeve, ndërsa në akta akuz jemi unë, deputete në grupin parlamentar televizës vetëvendosja atë botë, Nena Drashish, drejtori zyres për komunitetet